Mirëmëngjesi të gjithëve, mirëmëngjes të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam ju të ftuar tepër të veçantë. Kam sot me mua në studio Fatbarda Kaçi. Mirëmëngjes i dashur. Faleminderit që je me mua dhe pranove ftesën time. Faleminderit dhe ju që më ftuat. Jo vetëm një gazetare shumë e mirë, jo vetëm një mësuese shumë e mirë, një poete shumë e mirë, pra një artiste e kompletuar, mund të them, një njeri kaq i mrekullueshëm sa ti. Dua ta filloj me komplimenta sepse vërtet i meriton. Faleminderit, po ndjem ngushtë nga çdo komplimente. Megjithatë faleminderit. Dua ta nisim pak të fillojmë dhe të flasim nga jeta jote. Një vajzë e lindur dhe e rritur në Tiranë me dy prind nga Shkodra, që rikthehet pas martesës në Shkodër, sikur Shkodra e thërret Fatbardhën, apo Fatbardha kaq qef Shkodrën. Janë të dyja bashkë, thashë. Janë një ndërthurje. Si ishte jeta nga Tirana në Shkodër? Sa ndryshon jeta e Tiranës, ose sa ka ndryshuar atëherë jeta e Tiranës me atë të Shkodrës? Është një ndryshim i madh, radikal mund ta quash. Sepse në Tiranë isha vajzë beqare, gazetare, bëja jetën po thua siç e desha vetë, ashtu me shoqëri, merresha me lexime, shkrime kështu. Kurse sa erdha në Shkodër, të tjera impenjime. Krijova familjen dhe u përkushtova dhe familjes, njëkohësisht ndrova dhe profesionin. Do fillojmë të flasim për gazetarin, për pasionin tënd më të madh, për atë që ti ke mbaruar shkollën, për atë që ti ke pasur gjithmonë ëndër. Si ishte gazetaria për ty? Plotësimi i ëndre, diçka shumë e bukur, shumë e madhe. Dhe është edhe dhuntia që t'jepet, dhe kur e mbështet me pensionin dhe punën, gazetaria si çdo profesion kërkon edhe përkushtim, kërkon dhe punë të lexosh, të kesh horizont, bagazh, të argumentosh pak të gjërat. Sa ka ndryshuar gazetaria në kohën kur ti ishe një gazetare me gazetarin sot? Po më bën një pyetje të vështirë, me thënë të drejtën. Ka ndryshim njerëz shumë të madh dhe thelbësor. Gazetaria atëherë ka ecur, si thuash, në një hulli, në një platformë të paracaktuar. Nuk ka pas shumë liri për të shprehur tamam ashtu si mendoje. Dhe interpretimi i fakteve ishte sipas vijës që ishte caktuar. Sipas censurës së kohës. Po, sipas platformës që po. Dhe shumë rrallë, vetëm në aspekte sociale mund të manovroje, kurse në aspekte të tjera ishte shumë e vështirë, nuk duhet të kapërceje këta qëtë, ishte ndëshkime. Ndëshkime dhe shumë të rënda, jo vetëm humbje profesionin, me kështu internime, burgosje të tjera. Ju e dini që dhe dy poetë i kanë pushkatuar, edhe të tjerë, vetëm se kanë guxuar ta kapërcejnë këtë vijë. Që ishte vendosur. Po, sot është shtypje është e lirë, ishte diçka e bukur, e madhështore, me thënë të drejtën. Po, mendoj se kjo liri nga njëra anë na vleti shumë për të shprehur, edhe për të hedhur syt nga e kaluara drejt së ardhmës. Po, ana tjetër është pasaj se doli dhe një liri e tepruar, e keq përdorur, sepse duke mos patur cenzur, atëherë kishte cenzur dhe autocenzur. U kaluan disa barjera që i takojnë etikës profesionale. Dhe zuri vend gjithashtu për interesat të caktuara, politike, ekonomike, konkurrencet pandershme, edhe manipulimi, shtërmërimi i fakte, fake. Të janë plagët e shtypit sotëm. Do thuash tani ka kontroll mbi media, mendoj që ka disa media kontrollohen. Ndoshta jo kontrolli që keni pasur ju, apo një censur, por kontroll patjetër që besoj. Mund ta quajmë një cenzur moderne. Po. E mbuluar, e fshehtë, dhe është edhe më e frikshme. Se atëherë e dinim edhe kush donte, kush mundes, edhe mund t'i shmangëshëm, siç ka bërë Kadaria me krimet e veta, që i ka fut në botën e fantazisë Pallati i Ëndrave, para ma i ka goditur atë regjim bare. I ka shpëtuar. Domethënë, krijuesi i mirë dhe gazetari i mirë, kur do të shpreh diçka, e gjen mënyrën për ta shprehur. Të kapërcej ato pengesa, ato barrierë, ashtu. Kurse sot është më e vështirë.
Ky është mendimi im. Po, ideja jote, dëshirat e tua për të shkruar në atë kohë, ishin pak të cunguara, ndoshta ishte pak edhe, siç thje përmonde, ndjenja frigës që të pengonte, sepse ndërshkimet mund të ishin më të mëdha. Pra si funksiononte? Mund të zgjohesh një mëngjes dhe të shkosh në punë me frikë? Ke shumë të drejtë. Unë mendoj këtë gjë shumë e bukur kjo pyetje, shumë e thellë. Në dy faza. Faza e parë kur isha se që 10 vjeç kam filluar të shkruaj, deri nga viti i parë, viti i dytë në gjimnaz, ishte koha e ëndrave e fluturimit. Nga ana tjetër ne na kishin indoktrinuar që në fëmijë, në kopshte partia, në parti, të bombarduar me ideologji. Nuk e kuptonim. Ne e kishim bërë si pjesë të vetes sonë. Edhe sigurisht rinia është mos e bukur, me ëndra, me dëshira. Nuk e ndjenim ato kufinin e ëndrave tona në atë kohë, deri nga viti i parë, viti i dytë gjimnaz, ashtu. Kam filluar të shkruaj që 10 vjeç, vjersha, si që quja, për shoqërinë, sa shumë ndonjë për partinë, si që ka qenë atëherë. Ishte një periudhë pastaj që është quhet periudha e liberalizmit, që ne ndiqnim edhe lirisht televizorët italiane, kanconisën e tjera, dhe bota perëndimore u hap për ne, ishte periudhë shumë e bukur. Pastaj, mbas plenumit 5, vitin 1974, kur vu barierë, thashu. Unë atëherë kam qenë, sa mbarova vitin e parë në universitet, na e shtrënguan lakon, si të thashu. Në kohën më të bukur të jetës. Po, në kohën më të bukur. Mbajmon në fakt që në gjimnaz, gjimnazi jonë, kishim një drejtoreshe partizane, ishte shumë e kërkuese dhe e politizuar jashtëzakonisht shumë. Unë shkruaja dhe bile bëja dhe skeqe që i vënë trupat e teatrit shkollës, kishim një grup të bukur, i vinim në skenë, jepnim shfaqje. Dhe më kujtohet një herë që në një nga rolet, vura e kisha dhe komshi Dario Bunci, shkodran me origjinë, ashtu, edhe vura rolin e protagonistit dhe e qau rolin. Që atëhere nuk më angazhuan, më januan, edhe i thira mendje si ka mundësi. Çfarë ndodhi? Po, pastaj unë nuk dija gjë, dhe nga dalë, mësova se familja e tij ishte e deklasuar, si që qënë atë. Dhe mua më dënuan që të ndilja të tillë personë të tjerë në skenë. Nuk do t'jepej më mundësi atë. Po, mos t'ja pritin, i kanë prej rrugët, thashu. E kujtoj këtë me dhëmje, me shumë dhëmje. Kështu që vit parë, vit dytë, edhe kam drejtuar rrethin letrar. Nga viti tretë, diçka fillova të angazhohem, edhe sikur ma hoqën atë barierën. Atë barierën tënde. Dënimin, edhe në matur, por unë isha e vrarë shpirtirisht, me them të drejtën, se në hata këtë shmangje, dhe më kujtoj që një nga profesorët më thanë, më të reguan, se drejtoja dhe rrethin letrar, i kishte ngritur në drejtorinë e shkollës çështje, pushova së shkruar. Pse nuk shkruan? Nga prindrit janë Behri, Fatbardha Behri më poezi. Pse nuk angazhohet më Fatbardha Behri? E kishte ngritur si çështje, pse nuk shkruan. Nuk e di tash, ajo ishte me dy te, nga një, domethënë pse e goditet atë, nga ana tjetër çka ka ndodhur me Fatbardhën vetë. Se unë atëherë fillova të kuptoja se çfarë gjëra nuk esnin, domethënë ato ëndrat e mia me flutura shumë dyrshe, u hap realiteti, thashë. Duhet të shikojmë nga realiteti. Në atë kohë na lejojmë të shifin kanalet italiane, emisionet e tjera. Ëndra ime ishte të shkruaja, dhe gazetaria ishte hobi, profesioni, dëshira ëndra ime. Dhe pata fat se mdoli e drejta e studimit për gazetari. Por gazetaria, arkitektura dhe artet ishin me konkurse. Kështu që mbasi të dilte e drejta e studimit, do të konkuroje, ishte faza 2 përfundimtare. Dhe mbaj mend që ishim rreth 52 veta për gazetari. Ne që na kishte dalë e drejta e studimit, një pjesë ishin nga Fakulteti i Gjuhë Letërsi që kishin fituar të drejtën e konkursit. Dhe gjysmë për gjysmë, 25 veta mbaj mend, 24 kemi qenë vit të parë grupi i gazetarisë. Dhe ishte viti i dytë që ishte hap gazetaria si dek më vete, sepse deri atëherë dilin nga Gjuhë Letërsia. Po, një dek. Viti i dytë ishim ne. U plotsu një ëndër e një dëshirë, edhe ju vura me pasion, me thënë të drejtën.
Edhe sot shikohet që ti flet me kaq pasion për gazetarinë. Është profesioni i bukur. Është profesioni i bukur. Por duhet të kërkon shumë përgjegjësi dhe angazhim. Patjetër. Të qenë shumë ndërgjegje. A mendon se të ka ndihmuar shumë gazetaria tek pjesa e shkrimit të librave? Ose ana sjellta, dëshira jote e madhe për të shkruar atë ka ndihmuar tek gazetaria? Pikërisht është kjo. Sepse kur punoha në radio me fjalë, kam punuar 6 vjet atje. Bashkë me vitin e stazhit, ne e quanim stazh, jo e quanim, tani quhet master profesional. Po. Sigurisht dhuntia të shkruarit më ndihmoi shumë, sepse kishte diçka që e ndjeva, jepja ngjyra lajmit, i bëja më tërheqës. Po, nga ana figurative, emocionale, nuk i bëja të thata, dhe pikërisht kjo ishte ajo dhuntia të shkruarit e dashuria për të shkruar. Dhe mbaj mend se kur shkova në redaksinë e lajmeve, kam ndruar 2 redaksime përpara, si strukturë të radio e jashme, ku kam punuar unë, bënin propagandë për botën e jashme, përveçnisht që shkruanin materialet, ishin kalonte njerë tek përkthyesit sipas juve, pastaj lexohej materiali në studio, dhe përveç se ishte speakeri, folsi, kishin edhe vëzhguesi quhet. Do vëzhgonin, mos të kalonte asgjë, pasja zakonisht mikqyrje. Shumë mikqyrje. Vija re që sa fillova unë punën kështu, vini më shikonin me kureshte kështu. Se çfarë po shkruan, çfarë po vënë? Edhe nuk e harroj, erdhi 2-3 ditë mbasi kisha filluar punën në lajme, vjen Robert Schwarz, ai punonte përkthyesi gjermanishtes atje në Radio Tirana. Edhe ti e fat bardha po i tha shumë. Mirë tha, shumë mirë tha shumë. Edhe vura re se interesoje dhe më nxiste shumë mirë. Ishte një gjë e bukur, Roberti edhe atje ishte shumë i respektuar, shumë i njohur, shumë i nderuar, kur ishte re sa kisha dalë nga bankat e universitetit. Ajo mbështetje më ka bërë shumë mirë, më ka dhënë shumë kurajë. Diçka shumë e bukur, një shtesë shumë e madhe për të vazhduar më pas. Po ardhja jote në Shkodër, ti vazhdove më pas si mësuese, dhe jo mos si gazetare. Sa e vështirë ishte kjo pjesë, të lije ëndrrën tënde, profesionin e ëndrave, dhe të vazhdoje si një mësuese? Në fakt, jeta ime, s'po them që ndryshoi krejtësisht, por kalova në detyra familjare. Dhe ambienti rrethana që u krijuan, ishte djali vetëm me 2 prindër të moshuar, dhe bëra dhe unë me fëmijë, kisha shumë angazhime, me thënë të drejtën. Të kujdeseshe për familjen dhe për prindrit e burrit? Për familjen dhe nga ana tjetër kalova në mësuesi. Dhe në fillim të them të drejtën e mendova vetëm provizore. Sa të gjeja një vend të vazhdoja gazetarinë. Mirë po, kisha kaq shumë angazhime në familje, kaq shumë probleme se mos mor vjera donte kujdese kështu. Saqë mendova dhe nuk kërkova më, nuk ngulmova më që të kaloja në profilin dhe pasionin tim për gazetari, ndejta në arsim. Nga ana tjetër filloi të më hyjë në zemër, më fut në gjakë arsimit, thashë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të shohësh të rinë, ato që duan të lexojnë, të studiojnë, të mësojnë, po dhe të tjerët për kureshte, ato më thonin, profesoresh, ke një të folur shumë të ëmbël, shumë të kështu, e po faleminderit të thosha unë. Dhe ç'është një gjë tjetër është, nuk e di, mund ta kem edhe nga edukata familjare, jam përpjekur të bëj mirë ku mundem. Dhe që në fillim unë i grupoja nxënësit, jo bëra një si punë testi, nxënësit e dobët, nxënësit mesatarët, nxënësit e mirë. Nxënësit e dobët përpiqesha të jepja një ndihmë kështu. Mesatarët ti nxis, nxënësit e mirë unë kam dhënë literaturë jashtë tekstit. Të punonin edhe kanë dalë disa me vërtet jashtëzakonisht. Po, pra të nxisje dhe talentet atyre që ishin talente dhe të ndihmoja ato që ndoshta kishin nevojë. Po, më tepër se unë kam dhënë edhe filozofi dhe gjuletërsi. Po, më shumë kam dhënë filozofi, sociologji dhe më vonë për plan mësimor dhe ngarkesë programi mësimor edhe filozofi, pastaj u zotëronte më shumë filozofia. Edhe filozofia tekstet ishin jashtëzakonisht vështira, i pare sidomos autor Artan Fuga. Ishte pa kapituj dhe pa çështje problemore, vetëm si ese tema të ndryshme filozofike, dhe ishte jashtëzakonisht e vështirë, sepse ishte ta përktheje nga shqipja në shqip.
Dhe unë e merja tekstin edhe zbërteja dhe ja thoja, ato që e thonë të Artan Fuga me fjalë, më të ndërlekuara, me bagazhin e tij, ai ishte për katedrë universiteti, kurse nxënësit e shkollave të mesme nuk e kishin atë bagazh kuptimor, leksikore të tjera, edhe ja thoja me fjalët e thjeshta, është kështu kjo. O, profesore Isa, mirë, po kështu po. Kështu po, jo ashtu si është shkruar në libër. Po duhet punoja unë ta zbërtheja për kthim nga shqipja në shqip që ta kuptonin thashë. Po, filozofia është shumë e bukur, ato që e dashuronin. Edhe e frikshme, pastaj se ishte lëndë e vështirë. Ishte lëndë e vështirë, por edhe e bukur për ata që e donin. Gjërat e bukura ta shumë janë dhe vështirë. Patjetër. Sa vite keni punuar si mësuese? Po, një 34 vjet, po. 34 vite. Pjesën më të madhe të jetës. Të jetës, po. 6 vjet gazetaria është mësuese. Por pjesa që ti vazhdove të shkruaje, po. Ishte pjesa që të kanë ndjekur gjithë jetën. Pasione. Kur fillove të shkruaje librin e parë? Librin e parë kam shkruar që kur punoja në radio. Isha pa angazhime familjare dhe kohën e lirë që kisha, unë merresha me shkrime. Kam botuar tek këtu në artikull në gazetat e asaj kohe dhe pastaj bëra një libër të vogël, monografi, për gazetën Drita të Shahin Kolonjës, patriot shkrimtar i periudhës së rilindjes, që botoi në Sofia vitin 1905-1907, një 3 vjet. Dhe ishte gazetë shumë interesante. Dhe ai gjithashtu mbulonte sektor të ndryshëm. Duhet këtë pas edhe ndonjë staf, po krye artikull i mbulonte vetë Shahin Kolonja. Ai sigurisht përveç propagandës, për nxitjen e atë dashurisë, për të përgatitur për kryengritjet e armatosur, bënte jehon aktiviteteve të patriotëve të rilindasve, bënte dhe analizë politike të situatës të Ballkanit. Më ka ngelur ndërmend sidomos që bëri një skanër të Maqedonisë asaj kohe. Skanër që është i vlefshëm edhe për sot. Dhe tregonte pikpamjen e veta për çështjen e krijimit të këtij truallit që quhej Maqedoni dhe thonte nga pikpamja demografike. Është shumica shqiptare, thonte në atë kohë, dhe njëkohësisht ka vëllezër, thonte ka dhe grek, ka dhe bullgar dhe kështu. Dhe meqense është kaq shumë e përzierë dhe është shumë problem ana politike e statusit të krijimit të këtij shteti, që atëherë ai ngrinte zërin. Imagjino në fillim shekullit 19, ashtu. Edhe akoma Maqedonia s'po gjen veten. S'po gjen veten. Ai ishte libri i parë që ti ke shkruar? Po, ose monografia. Mini libri? Ose mund ta quajmë? Ndoshta libri i parë që ke shkruar? Mendoj që është libri i parë, thashë. Edhe u botua nën kujdesin e Institutit të Historisë. Ky libër. Dhe po pas ti, çfarë pasoi? Më falë, studentët e gazetërisë dhe të gjuhëletërsisë më kanë thënë vetë më vonë, pjesën për shtypin e rilindjes kombëtare e kanë bërë me librin tim, me monografin tim. Kemi studiuar dhe kemi dhënë provim për këtë. Sa bukur. Është një krenari kjo pjesë. Ja, ishte studim, në fakt. Diçka shumë e bukur. Pas librit, çfarë erdhi nga Fatbardha? Çfarë shkroi Fatbardha pas librit, duke pasur edhe angazhimet që ti përmende, duke pasur jetën familjare shumë të ngarkuar? Çfarë na solli pas librit? Pas librit, pastaj në kohën që isha dhe më e lirë nga angazhimet dhe nga detyrat familjare, në shkollë për 3 vjet nxorëm gazetën e shkollës, Hapat Rinore. Ishte më të vërtet një gazetë e bukur, sepse pasqyronte jetën e shkollës aty. Unë nuk vura emrin tim si kryeredaktore, po e dinin, mblidhja materialet, nxënësit sillnin poezi, ese të ndryshme, bëm një rubrik humoristike ku shkruanin mendime për X apo Y mësues, sigurisht në sensin e humorit. Në sensin e humorit, thashë. Kishin jashtëzakonisht interese. Një herë në javë nxirrnin, edhe prishnin me kënaqësi më të madhe gazetën. Diçka shumë e bukur. Vetë jeta e tyre në një gazetë, diçka shumë e veçantë. Ishte kurioztar, se shikonin jetën e tyre, edhe problemet e tyre. Ato lexonin edhe poezitë. O, sa bukur, sa shumë nxitnin njëri tjetrin. Edhe pjesa e humorit, për mësuesit, është edhe pjesa më pikante.
Ajo tërheq gjithmonë. Kureshtja, Si po, dhe vija re dhe kolegët më shikojnë. Se për kë kanë shkruar këtë rrallë në gazetë. Dhe ato kurestarë. Edhe ato kureshtare. Se ishte mendimi i nxënësve për ndryshe raportet. Prandaj thash ju me humor, nuk thash shumë, në i vëreti e vogër, në janë kese vogër, por i... Ndoshta dhe ju ka shërbyer për të ndryshuar pak. Edhe ajo ishte, po, i kishin pak ciklet, më thënë, Është me pak se ishte ajo autoriteti mësusit, po, që isha kanë vetë mësuar mësusa dhe nuk mund të shkelja në këtë truallë, Patjetër. se noja autoritetin e kolegeve të mia. Por e sjell me shaka, Me është shaka, diçka me humor, gjithmonë e diçka. mirëpritur, është diçka e Jo, bukur. e prisnin me shumë interes, thash. Diçka shumë e bukur, pjesa e gazetës. Po pastaj çfarë erdhi, cili libër erdhi pas gazetës? Pastaj unë më vonë, pasi më dishim shoq, më thënë të drejtën, unë ndolla në rrethana të tilla që ju kushtova leximin dhe të shkruarit, thashë. Kisha bërë, kam shkruar vazhdimisht poezi, nuk është që atë kohë fillova të shkruaj poezi. Dhe kur më vinte ideja frymëzimi i çastit, unë në copa letra që më ndodheshin, në kapak libra ku lexoja një ide, thashë, i shkruaja. Dhe te ky libër biles të fundit të radhës, unë kam edhe 2 poezi që i kam që nga koha e adoleshencës, i kam gjetur brenda një libri rastësisht. I sistemova, mlodha disa poezi dhe nxora librin e parë, Tango me veten. Është libër i mirë. Por një vështrim që i hedh unë tani mbas sa vitesh. Mendoj që disa poezi, ka rreth 130 poezi, mund t'i kisha hequr, duhet isha treguar më kërkuese nga cilësia e tyre, po është libër i mirë, Tango me veten. Është pritur mirë nga publiku. Mirë, u prit e pëlqyer. Dhe përderisa është pritur dhe pëlqyer mirë nga publiku, ne ndoshta jemi Ato që gjithmonë e kritik lexuan. me veten dhe është pjesa ndoshta pak e kritikës ndaj vetes që gjithmonë duam të rregullojmë diçka kur i rikthehemi. Përpiqen ti bëj gjyqjen vetes, domethënë e arrite si thash, gjithmonë kërkoj. Çon kap kjo pjesë, pra, nuk është asnjë poezi jo e mirë ose më pak e mirë, thjesht je kërkuese ndaj vetes. Kjo, po të ndihmon kjo gjë. Të ndihmon, patjetër të ndihmon të korrigjohesh për në librat në vazhdim. Libri tjetër, pas Tango me veten? Pas Tango me vete, libri Kape Andra Sara. Është një libër për nga sasia, është më pak, ja i voluminos, ka rreth 100 poezi, janë të mira. Poezi të bukura kështu. U prit mirë dhe ky libër, e pëlqyen. Bas këtij libri kam nxjerr librin e 4, po jo me poezi, po me vjersha. Me vjersha për për fëmijë. Me tema që kanë të bëjnë me botën fëminore. Një pjesë, në fakt, si tema unë i kam edhe trajtuar nga marrëdhëniet dhe kontaktet me fëmijët e mi kur ishin të vegjël, plus edhe kohore, për shembull një vjershe mbaj mendun është dialog midis iPhone-it dhe librit që iPhone-i mburret. Diçka shumë e veçantë aktuale për kohën që jemi. Dhe e veçanta e këtij libri është më shumë midis librit dhe albumit, sepse sipas do teme të vjershës, fëmijët vetë kanë vënë fëmijë, kanë bërë vizatime nga duar, edhe janë emrat e fëmijëve. Dhe është shumë tërheqëse ndoshta për atë të vegjëlit që e lexojnë. Të jetë bota e tyre. Domethënë si e kanë kuptuar, e kanë vënë të lexojnë vjershe, edhe në bazë të vjershës kanë bërë vizatime fëmijët. Sa bukur. Dhe shtëpia botuese Shkodra që më botoi këtë kanë punuar me përkushtim, me kujdes, me letër pak më të trash, është as libër dhe album me ngjyra e kështu. Edhe që të mos dëmtohet, ta kenë më po, në duart e fëmijëve, në duart e tyre, diçka më e sigurt ndoshta. Shoqeve poete që a kam dhuruar, se në fakt e nxora me një tirazh të vogël, dhe nuk arrita ta çoj ta shes në libër. Kam shpërndar në shoqëri, shoqe poete, këtu edhe në Prishtinë, në Kosovë. E kanë pëlqyer shumë edhe mos shkruanin, po jo lexojmë Niprove dhe mbesave, sa bukur. Ajo më vetë edhe një kujtim shumë i bukur, edhe për të vegjëlit, sepse një kujtim që e ka nga gjyshërit, është diçka shumë e bukur. Dhe një libër tepër i arritur, besoj. Doli mirë, edukativ, më tepër në sensin edukativ. Në botën e tyre, domethënë, mendoj që arritja është e kanë pëlqyer dhe e kanë mësuar, i kanë edukuar ato fëmijë me diçka. Diçka shumë e bukur. Mos t'i bëjnë naze ushqimit, mos kenë prik ujin e detin.
Edhe pjesa që ti përmënde, libri pjesa e dialogut, libri me iPhone-in që është shumë aktuale për kohën që jemi. Edhe atë që të mos të kapen mbas iPhone-it. Që mos mbas iPhone-it. Libri tjetër ishte libri? Libri i radhës me poezi është Një gotë dashuri. Një gotë dashuri. Dhe ma e rrept dhe shumë e kërkuese ndaj vetes në këtë libër. Në këtë libër. Si erdhi ideja e këtij libri? Në fakt unë kisha tash poezit andaj këtej. Përpara se të nxirja këtë kisha ndërmend të nxirja një libër me tregime. Kisha bërë gati 12 tregime. Para se t'i hidja në kompjuter, thashti se unë i bëj në do të shkrim, jo direkt në kompjuter. I hodha një sy 8 më pëlqyen, më dukën. Një 4 edhe i las, do t'i bëj edhe një herë dhe kështu. Ndërkohë poezit vazhdonin, shkruaja poezi. Shkruaja dhe ishim mbledhur, edhe më pyetën bardha ke poezi, po i thash unë kam. Thënë të drejtën për anën financiare, më ka ndihmuar. Po. Se unë tashmë, mase më ka ndru jetën im shoqë, jetoj me pension, me veten time, thashu. Kam edhe probleme shëndeti që më hanë. Librin e parë më ka financuar ju me motor. Kurse të 3 librat e tjerë, një ishtë ndënsja ime. Sa bukur. Elona Proj, është pastore. Po. Gjysmë për gjysmë ka financuar. Gjysmën i mbuloj unë, kurse nga pak u munde, edhe gjysmën mi financon. Jam shumë mirë nga se. Vërtet diçka një gjest shumë i bukur. Është në vërtet diçka e bukur. Të të më ishloja jote. Pa fund mirënjohje. Ajo, u bën zitësja. Ke, po i thash kam. Gjysmën ti mbuloj unë, ta nxire librin, thash. Dhe një shtyse mirë. Dikur që të thëtë që ti duhet vazhdosh, edhe pse dyshimet ndoshta tek proza, ti vazhdova edhe një herë me libër me poezi, një shtys shumë e mirë për të sjellë një libër shumë të arrirë. Fakt, prap shkruaj, herë pas here. Dhe librin me tregimi tani mendova, thash më mirë që se botova, sepse kam nuk janë... Vazhdon të kritika ndaj vetes, jo vetëm kaq, po sipas temës që do të trajtoj tregimi, do të vejnë 4-5 rishta poezi në formë proze. Që të prezantoj poezi, që të prezantoj për ca flet tregimi, ose shpirti i tregimit i shprehu në poezi. Në krye, pastaj trajtimi i temës. Një diçka shumë e bukur, diçka shumë tërheqëse. I kam gati këto mikropoezi, poezi të vogla. Nuk janë si haiku japonez, se haiku japonez ka atë rregullën e vet 5 roke, 7 roke, 5 roke, po unë i kam më të zgjeruar dhe shkojnë deri 4 roke, maksimumi 5 roke. Diçka shumë tepër e bukur. Titulli i këtij libri është kaq tërheqës, kaq i bukur, si e zgjolle. Një gotë dashuri. Në fakt, tradicionalisht, librat i kam zgjedhur titujt nga një poezi apo vjersh, që ka qenë si më e spikatra, kështu që i kanë dhënë. Këtë radhë kisha 2-3 opsione. Kjo poezi që mban titullin është një poezi e vogël, po shumë e bukur dhe arrirë. Nga ana tjetër mendova se ndoshta si titulli tërheq më shumë botën e të rinjve të afrohen te libri. Është një titull tepër tërheqës. Po. Ato që kanë lexuar deri tani e kanë pëlqyer edhe më kanë thënë dhe më të qeshur, ke dhe ca poezi rozësh, po e thash i kam poezi rozë, i thash. Janë gjërat e jetës, si thash edhe janë platonike, janë fantazie, thashun. Ndoshta ato të ndërthurura. Nuk ka, jo, të lidhë ide, kështu krijon situatën në poezi. Ka disa janë të bukura, thashun. Edhe mendova edhe për tërheqje me fjalë vura këtë titull. Një titull shumë tërheqës, shumë i goditur dhe shumë i bukur. Mund të lexojmë të një nga poezit? Faleminderit. Me kënaqësi t'ju lexoj poezinë Ëndrat. Ky libër ka 2 poezi në gegnisht, më pëlqen. 2 poezi në gegnisht. Po e shkruaj me ndrojtje gegnisht, sepse nuk ka tamam një rregullore për drejtimin e gegnishtes. Dhe më ka ndonë tani një libër të vogël që i 1918-s që do të ndjerë një fjalor të gegnishtes, që të punoj me të disa poezi tjera gegnisht. Është shumë e ëmbël gegnisht. Shumë e ëmbël dhe shumë e bukur gjithmonë. Në dialekti i Shkodrës është fantastik, sa shumë. Po dëgjojmë poezinë e bukur që ti ke shkruar në gegnisht. Ëndrat.
Andrat zhdeshin lakurish, që nedve i shënritin, me zidlima dëshirash në mshehuna. Yt në ekstaz, dzohen të rëzëllit. Hana postjere, era kanë një dashniesh për hap në i ri. Visëprina ujna është dridhshëm, si e kjamuna e fëmis, që jathin pulbardhat në andra. Kanë hynisht haresës, një andër jetë aty buzdrini për kundin gura lecat. Andra buz uj, plakat lapazane, në shtjelin lamsh meridiana, para këqyrin zeza, kohënat frikshme, si Kassandra. E panërjeshme në andra zjarmi, me betina shkrum në qejt e poezis, shpërgjum harpit e paharesës, vulkan shpërthën shpirtin, lavën e njirit, të kësaj e botës tjetër. Shumë e bukur. Faleminderit. Një poezi kaq e bukur dhe në gegnisht që shkodranët dhe të dëgjojnë me kaq vëmendje këtë mëngjes. Të falenderoj shumë për këtë poezi kaq të bukur që na solle. Ti më the pak më parë që ke një poezi tjetër pak edhe më të veçantë për ty që ti e di përmendosh. Do doja shumë që ti të na thoje nëse e ke të mundur. Faleminderit. Është poezi metamorfoz. Ideja për këtë poezi më erdhi nga Hermann Hesse, libri i tij i famshëm Ujku. Dhe është një sentencë e tij që ne njerëzit nuk jemi një kafsh, po jemi shumë kafsh, sepse shndrohemi sipas rrethanave, thashë. Unë e kapa këtë ide dhe më lindi mendimi për poezi. Për një poezi të bukur. Poezi metamorfoz, shndrimi. Metamorfoz. Në heshtje të gurt, krisi shpirti. Isha e bardh, dele rut, befas, pas veten të kthyer në ujk. I ulërit e hanës, që pa puthjen tratare. Paza. Toka, ndjeu gjëmimin e dhëmbjes, u tran e rash. Rëshqita, gjarpër, në kopës shgënjimesh, lullet e së keqes, shkurnaj. Prita agimin, të shkulgjëm trëndafil të zi të haresës. Kur djelli lindi, vetja në lëkur krimbi. Klepsitër i kohës përmbysur, nuk mund të bëhet shaplutur. Sa dhem o Zot. Sa e bukur, të falenderoj shumë, shumë e dashur. Je kaq e mrekullueshme dhe poezitë tuaja janë kaq të bukura. Faleminderit. Çfarë planesh kemi për një libër tjetër? Është i radhës libri me prozë që ti ke përgatitur? Po, unë synoj të realizoj tashti për librin me tregime në prozë. Libri me prozë, me tregime dhe i ndërthur me poezi. Po, në hyrjet, dhe më thënë diçka si haiku japonez, në krye të çdo tregimi, poezi, mikropoezi të shkurtra, 4-5 vargjesh, që japin një thelb shpirtëror, orientuar drejt subjektit të tregimit. Ideja ime është diçka. E ke menduar ndonjëherë të kalosh tek romanet? Po, kam ide njërin, sidomos një roman me temë nga ngjarje shumë të vërteta, ngjarje gjithashtu që është e kohës shkuar, po që i flet kësaj kohe, dhe mendoj nga ana stilistike, jam konsultuar, kështu të jetë edhe në rrafshin narrator tregues, por edhe në rrafshin fantastik. Situatat e vështira që djegin akoma, kështu do të jap në rrafsh fantastik. Një gërshetim midis modernes dhe tradicionale të jetë romanit. Ndoshta kjo mund të jetë edhe lehtësim për lexuesin, sepse ana stilistikore, moderne kërkon edhe përqendrim, kërkon të fantazi edhe të zbërthesh, si një pikturë abstrakte ose një poezi. Ana narrative ecën. Mendoj të kombinoj të dyja edhe nga pikpamja e brumit të poezisë, edhe nga pikpamja e gëlltitjes të librit e kam, e blua në përkokë, sa shumë.
Do dalë diçka shumë e bukur, unë jam e bindur. Nuk e di, Zoti më dhënë shëndet që ta Të urojmë realizoj, dhe se ne ca për gjëra sy, patjetër. i ka i ndorë. Patjetër. Po, e kam synin. Uroj që kem mbështetjen ta bëj. Patjetër që po. Dua të di në fund, duhet më japësh me mençurinë, me zgjuarsinë, me arritjet tuaja, dua një thirrje të bukur nga ti për të gjithë të rinjt që po largohen nga libri. E shohim që kohët e fundit të rinjt po afrohen shumë me teknologjinë dhe libri është bërë pothuajse inekzistent në jetën e tyre. Sa dëmtuese është kjo për shoqërinë tonë. Dua një thirrje të bukur nga ti këtë mëngjes. Faleminderit. Shumë e qelluar. Kjo ftesë dhe kjo kërkesë juaj për të drejtuar të rinjve. Libri është i pazamëndshëm. I bën një konkurrencë shumë të ashpër. Teknologjia digjitale ka përparësitë e veta sigurisht. Por nga ana tjetër, si çdo gjë e mirë, ka anën e vet jo të mirë, negative. Këto janë gjërat kudo. Ana jo e mirë e teknologjisë është se ofron të gatshme pamje vizuale tek personat, te ne njerëzit. Dhe kjo na bën që truri ynë të mos të krijoj, të mos zgjohet vatra e fantazisë. Pra vuajmë ato që nuk lexojnë për përpunimin e fantazit, krijimin e imazheve dhe fantazive, sepse ta jep trurit të gatshëm. Është njësoj si të harrosh, s'ke nevojë të mësosh tabelën e shëmzimit. Sepse e ke të gatshëm. Ke kalkulatorin tak. Po truri bëhet dembel në këto gjëra. Kështu është edhe me mjetet digjitale. Unë po them konkurenca e librit dhe mjeteve digjitale në këtë aspekt. Tjetër, përveç se kufizon sferën e fantazisë, e dobëson dhe bën dembele në këtë aspekt trurin. Është edhe çështja e leksikut të folurit. Libri të zhvillon shumë leksikun, bagazhin e të folurit. Dhe vihet re që të rinjt kanë mangësi në të shprehur. Sidomos në jetën e përditshme mund të komunikosh. Kur vjen puna të shprehësh ndjenjat, aty duhet. Është e vështirë. E cili djalë i ri a vajzë e re nuk ndjen, e nuk do të ndjej ashtu. Edhe do t'ja shpreh ato që ndjen brenda, sa më bukur, sa më qartë, se mund të ndodhin keq kuptime, më zot. Patjetër, është diçka që nga që s'di ta shpreh, krijohet situata, humori, keq kuptime, ashtu. Të pasuron të folurin. Të zhvillon leksikun, bagazhin e fjalëve, ashtu. Këtu libri është i pazamëndshëm. Nga ana tjetër nuk ju vë shumë faj. Pse ndodh kjo? Pse nuk ju vë faj? Nuk ju vë faj, sepse prurjet letrare janë në sasi shumë të madhe në raport me cilësinë. Shtëpitë botuese janë pjesën më të madhe janë shtëpi tregtare. Po. Janë biznes. Pra përqëndrohen tek ajo që fitojnë, jo tek cilësia që sjellin. Nuk kanë as redaktor një pjesë. Ka edhe libra me gabime drejtshkrimore, nga ana e korrektesës. Po. Ka ato që shkruan disa, e quajmë poet, po janë vjershëtor. Vjershëtor është një dumti, rimohet, po kjo nuk është poezi. Pra, është një cilësi e dobët. Edhe njerëzit mërziten. Patjetër. E keqja është gjithashtu edhe se shtëpitë botuese përpiqen kopertina. Kopertina, ajo çfarë sjell është tepër e rëndësishme. Po, është tërheq se zgjedhin pamje kështu. Nga ana tjetër, brenda libri nuk e justifikon kopertinën. Pamjen që ka nga jashtë. Pamjen, ashtu. Kjo është justifikimi që kam unë, që shumë lexues janë ftohur nga libri. Dua të ngrej edhe diçka tjetër. Librat janë edhe shumë të shtrenjtë. Është edhe një problem vete, patjetër. Librat janë shumë të shtrenjtë, po vjen rrugë gjithnjë më shumë. Edhe në këtë sens ata po bën edhe gjëra luksi. Po. Dhe më pak të preferuar. Në sensin që shumë të shtrenjtë libri po bëhet luks. Po. Nga kostoja. Tashti janë edhe bibliotekat. Duhen pasuru bibliotekat e shkollave. Është një rrugë për të ndihmuar nxënësit. Sepse prindrit shpenzojnë ande këtej, s'ke mundësi këtu. Duhen nxitur edhe bibliotekat. Këto e kanë në dorë tash këtu roli i mësuesit të gjuhës letërsisë.
Ai që duhet t'i orientojë, ndoshta. Orientoj, jo vetëm drejt autorëve. Po nga ana tjetër duhet t'i nxjisë që hapin kartela antarësie edhe në biblioteka e kështu. Është shtrenjtë, dakor. Mund ta gjesh në bibliotekë. Është një zgjidhje. Tjetër, rekomandim për autor. Tjetër, edhe mësuesi i gjuhës letërsisë, çdo profili, çdo profesion duhet të jetë i azhërnuar me prurjet e reja, thashë. Po, dhe me autor të rinj, që edhe ato të lexohen më shumë dhe të njihen. Po, autor të rinj dalin dhe dal nga dal, bëhen të njohur, kur një libër ka vlerë, i thot, sot filani ka shkruajtur mirë, ose filani merr ai thotë lexoj, dal nga dal dalin sipërfaqe edhe një. Patjetër, kur është diçka e mirë, patjetër që të dalë. Janë sponsor, mbështetës të autorëve të rinj, jo vetëm të njohurve, thashë. Këtu kanë rol shumë. Shkolla, dhe mësuesi i gjuhës letërsisë. A mendon që e bëjnë mësuesit e gjuhës letërsisë këtë pjesë në shkolla sot? Ato që i njohun po. E bëjnë. Ato që i njohun po. Sa rëndësishme është për brezin që po rriten kjo pjesë? Të ke një mësues që i orienton drejt librit, i orienton drejt leximit të mirë. Ato janë si fidane një peme, që vjet një shkop të mbahen, që të rriten të drejtë. Edhe mësuesja është ai që rrit drejtë, bëhen peme jetës ashtu. Është. Kanë shumë të bëjnë. Por edukatën pasaj është familja. Ne po flasim për botën, kulturën, ndjenjin, si të shpreh ndjenjat, si të komunikojmë me njëri tjetrin e tjera. E dashur të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë intervistë kaq të këndshme dhe jemi pritur gjithmonë për librat e ri që do të sjellësh. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Faleminderit shumë Fiora Alba. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që ishe me mua. Faleminderit të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment. Takimi radhës së bashku nesër.